Kam një ditë super të ngarkuar sot, kështu që jam zgjedhur të shpejt dhe programoj trajnimin që kam me një vajzë të grupit. Ndërkohë, sistemoj pak sallonin, pasi gjatë natës me fëmijë të vogël kuptohet salloni bëhet rrëmuj, lodra kudo. Veç mundimit, normale që është diçka e bukur, sepse kujtoj se sa shpejt ikën koha, sidomos kur e shikoj bashkë me djalin, që kanë diferencë moshe, dhe kuptoj se sa shpejt ikën koha dhe pastaj nuk do ketë më lodra sheshit. Ndërkohë, para se të pi kafen, marr mëngjesin, sepse mëngjesi është vakti kryesor i ditës. Pastaj përgatis ekspresin. Më përpara pija frape, po frapeja më dëmtoi shumë te stomaku, kështu që jam kthyer te ekspresi dhe ky ekspresi me ganoderma është shumë e lehtë për stomakun. Madje e pi dopjo që të më zgjoj, sepse më duhet kur kam dhe fëmijë. Me kafen do shkoj drejt verandës për të realizuar trajnimin, me si prisja verën dhe sidomos të mbaronin punimet që ta shfrytëzoja këtë pjesë të shtëpisë. Para 3 viteve i thash po netur marketing, guxova ta provoj edhe pse mendoja se nuk funksionon. Sot ndihmoj gra dhe nëna të ndërtojnë të ardhmen e tyre nga komoditeti i shtëpisë. Nëse dëshiron të dish se si funksionon, më shkruaj në komente.